Përshëndetje, unë jam Young Zerga, kjo është intervista ime 60 sekondë te prive. Bashkëpunimi më i suksesshëm. Durata dur. Me kë nuk e sheh veten në duet? Me popullorët. Më mirë miliona klikime apo vendi i parë në festival? Miliona klikime. Kujt a ke bërë qefin për të fundit herë? Të gjithëve. A gënjen në intervista? Nga pak. Kujt i je mirënjohës për karrierë? Familjes, Zotit edhe gjithë njerëzit që më kanë ndihmuar. Dhe në çfarë pike do sakrifikoje për karrierë? Deri aty ku mundet. Cila është kënaqëria më e madhe? Ti je vetvetja dhe ti je suksesi nga krahët e tu gjithmonë. Kujt i thelam të mirë për të fundit herë? Njerëzve të mi kur kanë shku jashtë. Cila është pika jote e dobët? Sinqeriteti. Për çka e penduar? Do të vija me këtë stil më parë. Më mirë egoist apo narcizoid? Egoizmi funksionon shumë në Shqipëri, shumë mirë dhe ka një të mirë egoist. Cila është fobia Young Zergas? Lartësitë. Po mania? Ka shumë. Kë e ke rroa për të fundit herë? Po para njihem shumë i shereve. Fama, të ka sjellë më shumë para apo seks? Të dyja bashkë. Cila këngë të përshkruan më mirë? Diçka nga Demian Mali. Eksperienca më e çuditshme seksuale. Në natyrë.